Ndarja e tokës bujqësore me ligjin 7501 në Fier ka prodhuar më tepër probleme se sa qëllimin ligjor. Rasti flagrant i mos përmbushjes së qëllimit që parashikonte ligji 7501 është fshati Kuqar në Patos, ku nga 255 familje përfituan tokë bujqësore me reformën e vitit 1991, vetëm gjysma e tyre. Por të dhënat e Këshillit të Qarkut të Fierit, ku deri në vitin 2008 funksionoi edhe Komisioni i Verifikimit të Titujve të Pronësisë për tokën bujqësore, tregojnë se në fakt tokat që nuk i morën banorët e fshatit Kuqar i kanë përfituar banorët e fshatrave fqinj. Sipas këtyre të dhënave, familjet përfituese nga ndarja e 283 hektar që dispononte ish kooperativa bujqësore janë 332, ndërkohë që 143 familje të fshatit Kuqar janë pa asnjë metër tokë bujqësore. Shkak për situatën ishte fakti se shumë banorë të Kuqarit punonin në ndërmarrjet shtetërore të naftës. Megjithëse ligji parashikonte që edhe kjo kategori përfitonte gjysmën e normës për frym, në këtë fshat Komisioni i Ndarjes së Tokës i përjashtoi këta banorë nga ndarja e tokës. Unë jam 3, veti 5. Sa ju takonte të merrni se ishte tani nuk për frym? Po, për frym, po s'ka marrë asnjë. Po çfarë ndodhi? Po ajo ndodhi kështu se në fillim ne ishim në punë. Edhe ne na thanë që ata që janë në naftë nuk marrin. Po. Edhe u dojë një 2-3 veta. Po. Mbas ligjit mua më takonte. Ti ishe në punë? Po le ti isha në punë, nuk prish punë. Edhe ata që ishin në punë të tjerë të morën. Po. Vetëm ca një pak ngelen pa marr. As i metër theme. Edhe gruaja ka punuar në frutore edhe s'ka marrë një metër. Tokën tonë ka marrë të tjerë me. Kur thua tokën tonë, e ke fjalën për tokën e trashëguar? Tokën rrosh, të lumtë, edhe na gënjoi komisioni. Ka fshatar që kanë tokën e babait, kanë marrë nga 200 metra tokën e babait. Ja ka i besati, që i takonte për të marrë. Po. Këtu kanë marrë që s'u takon. Me çfarë është toka këtu? Me ullin? Me ullin. Vetëm me ullin? Po, me ullin komplet, që kam bjell ferma. E kam tokë babaj, jo 7.501. Jo me 7.501. Jo, a i quhet, kurse unë kam tokë babaj. E qartë. Vetëm edhe, po të vija atje, rrezik ta këtë hedhun në njerin hartat, se nuk i djetë. Me 100.000 lekë që morën pension, i bejtot këto. Të duhen lekë që të nisësh procedurën? S'do mend, do lekë, se do leka... Do bërë plan rilëvimi, topografi... Po do leka. Zona e Kuqarit është shndërruar në simbolik të keq funksionimit të ligjit 7501 dhe me banorët që janë në konflikt me njëri tjetrin prej dekadash. Por fama e keqe e ligjit 7501 duket se është e pabazë, po të shihen të dhënat e Këshillit të Qarkut, ku 10 specialistë punuan për korrigjimin e veprimeve të komisioneve të tokës deri në vitin 2008. Dokumentacioni që disponon Këshilli i Qarkut tregon se në të gjitha bashkitë e rrethit të Fierit, komisionet kanë punuar keq, duke ndarë madje të njëjtën parcelë bujqësore për 2 familje të ndryshme. Kurse në Lushnjë dhe Mallakastër, ligji 7501 ka funksionuar më mirë, duke bërë që të dhënat faktike të përputhen me dokumentacionin përkatës. Nga 122.267 tokë bujqësore në qarkun e Fierit, mbeti pa ndarë nga komisionet 6.322 hektar, kurse 4.903 familje nuk posedojnë asnjë dokument pronësie. Në të gjithë qarkun, toka u nda në masën 100% në Mallakastër, 95.6% në Lushnjë, ndërsa në Fier, Patos dhe Roskovec kanë mbetur pa tokë mira familje të ish kooperativave bujqësore.